Mirëmëngjes nga tregu i Prizrenit. Ora shënon 5:30. 5:30 mëngjes. Saliu veç u qu alama herët i Krushës. Kështu e ka tregi kush i ka mbrin tregjet herët. Në gjatë verës në trashovat. Po, që salata malata, që po thot curri. Salatan e ka shpra sala tash edhe lokët. Mustafa thot prej këtu në për drepët marketve tani. Që shtë ke a i nipi Krushës dje, Vilaj vështitër në Zot bekoj e Krushën. Që dhe veseli ka sjell lokra. Këtu jem rrugës për Shqipëri, për rrugës vjetër apo vërmic, për vërmic. Tu kohëve të Shqipërisë që vinë drejk. Nuk pas ka sjell qept, depëve që keve që ka mbush. Prodhim vendor. Ja, këto janë dhe me thënë qep që ka nërë nga kuksi Shqipërisë. Pasi je mofër më Shqipëri që spinaq pas ka. Edhe këtu spinaq. Ky garant duhet jetë më mushali, apo i na përbisht ta, që pas spinaq i mirë. Sala i sollën këtë depën tjetër tash. Mëngjes Lili. Tu ki vendin ku po shet, a? Lili djali Basës Qamil është i Krushës, është shet rregullisht tu. Që sa vjet i bonin që treg? Që 20 vjet. Që 20 vjet. Basës Qamil ka ndërtimit magazinave të reja. Ka kom jaronin. Po na plotësohet kushtet të Basës Qamil. Basës Qamil po Qamili ka Basës Qamil. Basës Qamil ka fa shtëpi. Ta përshëndes ato. Erdhëm Tash këtu veç fillojnë të bohen. Pra dhe tregu i pëm i kofshëve atje poshtë dhe shka fillu. Kush blen lop njëra në mëngjes mundet. Po shkojmë kafe me pi, më thëmë kjo është puna e bujgjve që na ka përcjall në vite dikush ende vetë trashëgon. Kemë marrë të veni këtu, ku e pinë kafën e mëngjesit, edhe Basës Qamil, kaftori po. Ku t'kom jaron, që shje? A flajta apo shova? Që shje Basës Qamil? A e mirë? Apo lodhesh në treg? A i ka po, tregun patoni që me ardhë, të shesim përime. Apo flanë këtu, apo vjen çdo mëngjes për Për Krushë? çdo ditë. Për çdo ditë? Po, ora 5 të gjysë qohëm, në ora 6 të vinë për zrejmë, e ja fillojmë punët, me bismillah, edhe shati bëjmë për muajt klient, nuk mungojmë asë një ditë. Për në që Basës Qamil sa të majtë me në rini ta me une je konjen nga përkrasit, matë matë të këshin hotit. Evolucion ka pas të këtës të malë, edhe je hunë të malë, këshin hoti ra në artarin e lirit, për të shleruar këtë dhemë, ja ka rritë qëllimi, sot është Kosova e lirë, demokratike qëllimi. Lumë të respekt. Pandir. Mi shkarku Basës Qamil. Kur u hap kufini me Shqipni, filluan ata të Shqipnis naftë, që atëherë filluan raportet Kosovë-Shqipni. Bishin nafta ka një rezervare e bëjshin për me shit. Me ngritë ekonomikë. Kemi vujt të shku në rrugë në për bazar, Basës Qamil, në arshin milicia. Sot kemi arritë qëllimin. Kur të patën pyt, në cilën dërzhavë po jeton, shaj tha? Në Kosovën. Sa të pati dhanë? 10 për ndrej ka sa? Atëra, po 20 me ishëm të shku në kupim, kër ishte të vija. Pyqen më të parë më bunë në cilën shtetë, Shqipët, për shqipë, në cilën shtetë në Kosovën. Kosovën është e njohit në Kretë. Edhe me një 10 këdorë 10-20. Kër e pyqen Abidin Veseli, cilë, fa Jugoslavi s'ka mo, a i murë 20. 20? Po, të këthejëm më në bonë një pyetje një gazetare, të këthejëm tash gjanafimet të farë. Kur më bonë një pyetje një gazetare e Shqipënisë, pse mbeti pazari i Shqipënisë? Tash po, me kjo ka qenë si zonë në Australia,
Kosovë, do thotë prezrejnë edhe kuq, kur ishte diktatura komuniste Enver Hoxhës në Shqipëri, dominoi shlirimi me një demokrati, ra pushteti e Enderit, e Mursali Berisha dhe ata filluan lirimin me shit tregun ton, po dhe këtu jeti, po thash në Qashtu, a dhe sot da ditë e ka pazari Shqipnijës. Kjo po e ka. Ajo thash e ka da në filën ma herët i pazar. E ne që kemi përdëndu, këtu era diktatura në Shqipëri, këtu era kolonizimi i Serbisë, filloi bashkëpunimi mes Shqipëri Kosovë, thash kështu jetë bashkimi kombëtar. E japin baza, marrin baza, edhe shkojnë edhe këtë kopini sot është Sot liri e ke moba sa që amin ka vujti ky popull, po pse... Apo Dardana, apo... Pse harron ky popull nuk e di une. Ndoshta do dim një konfederat shqiptare edhe viset trojet e Maqedonias. Qyshe ka para po u këshin hoti, kanë mu bashku me amën zotit. Kur pretendon edhe ato që të modha kuqe se kënohet konga. Amën zotit, keve mu bashkua. Po. Tashe jemi shumë ma të fort, po shkollohen djemë të ri në Amerike, në Zvicere. Edhe i kamion është ky kamion është i Krushës, është i Cajës, fa iki me sa pesho djali vetë që nga. Çdo familje në Krushe ka pas ka një kamion të madh. Edhe ka pas një person destinun për me shku në treg. Kur o bo më ngjes 4, paradita është vjerë speti apo kulturë tjera, pas dite janë palue, deri në orat vonat natës. është bo gati në mëngjes është qu personi që i kanë djek tregjet edhe ka vazhdu në për tregje. Në Pej, në koti Jugoslavisë kanë shita dhe jashtë Kosovës, a kanë qunë Beograd, a kanë qunë Sarajev, a kanë qunë Kroaci. Kështu ka qenë, po mas okupimit Kosovës, në vitët 90 ka qenë shumë afshtirë, ka pas krizë edhe për naftë, pasi ka fillu lufta në Kroaci në Bosnë, ish Jugoslavia ka qenë sanksione, ka nevojt populli edhe për naftë këtu, ka pas rastën e se ti në kamion, jo ndo kamiona me dyrës dhe vara, si të kanë nalë milicia, u dash zorën, njonin veç ta kanë shprazë, kanë marrë për veti ata. O, duke mi fshe markët e, jo në koha shumë të fështira, që mi u spjegu të rive sot, ju dukën filma, një për gjeneratët e vjetra i kanë përjetu këto në kurrizin e vetë, se për rrahje, maltretime, se e nalëna për rrugës, s'po flasin. Ja, sot në liri, jo ndërtime që të ditë po ka. Tash do shkoj pak edhe në treg baktive. Tregi baktive me term është që namazgja. Namazgja kjo sigurisht do të me qenë fjallë turke, ndërsa tregu ku kanë ble gratë është qujtë qylhon. Edhe kjo duhet jetë fjallë turke, qylhon. Dhe sot, këta terma pak 3 i din. E pas ka mu shplot që mu më karo edhe me shumë që sot jenë rënë luft me shkuna për tregje. Po ma shumë më karo me dhe në Aslan. Kam qenë anë Peja, në Dragosha, shumë më ngjes herët më qu. është tregu Fatoni, Fatoni vjen nga Pirana, Gjavitukës. Mirë po, emri vjetër nuk i hiqet, pazari Shqipërisë. Lili. Një prej Krushe ka arrit me lakra, edhe veç kanë fillu më ngjes u go, tash vinë edhe njerëzit me ble. Tu i zgjani edhe Qamilin. Kemi edhe Shani Hotin, vendasin e Krushës. Shana mirë më ngjes. E pas ke përgadit, e pas ke bo, apo ka shitja, apo qarkollon e sama. Ka sa po shkojnë kept? 35. Patatat?
Atë kjo reja 18. 80 që që. 3 euro 10 kg. O, hudrët, travecit da? Po, patashore. Atë pataqanit kodrinës mira. Ka sa bishet? 4 euro me kilo. 4 euro. Bravo. A dhe vezë paske? Sa janë bo vezë bese po flitet shtrajt shumë? 4 euro gjysë. Si të curri paske, që domate paske ta. Domate 50 centime. Shqipni zeu, shani bre. Tu i bujqve lil atje poshtë i shpesve, a? Po, i shpesve poshtë. Ve shpes atje poshtë. Po. Në me gjithë kjo, vetëm shpes po shiten, unë do më të lukët atje poshtë. Dalin pi frizerin. Me Kroshon e kompleta dhe me këtë rathim pasi u njojnë moti. Nuk kom postu gjëra politike që me pas konflikt më shajt njerëzit. Gjëra bujqësore, blegëtoris. Edhe si që pat Krushës dalin në internet se kanë komplekse pasi e mësu, nuk i fynë askush, punë të vetë. Po disa tjerë do me thënë e kanë problem, dikush do, dikush s'do, dikush s'ka komplekse, dikush fol, dikush do veç me tregu çmimin mës me dalë vetë. Gjithë do të mi kuptua. Kjo është vendi tranziti që lidhet me autostradën ku mba, do me thonë Namazgjau, si e kanë qujt, apo tregu i kafshëve. Po do mundoh mi pyet vetëm për çmime, mos mi kap njerëzit, pasi jo e kum pa filonin, jo e kum pa fistekin, po çka ka lidhje që e ki pa? Ki pa në punë të vetë, ty vja se ki pa, në punë të këqija se ki pa. Landovic që i kanë rritë vetë, me 4,60 peshore me që. Që i velejës 4,70 vetë që i ka rritë. E këto është peshorja ku i matin. Iti 2 copa ka 4,70 në peshore. Boka 3 kësi në rëgohë i matë. Vaska shumë. Babush që do qëpështore ardhër pi komunës Vështris me 4 euro me matë në peshore me 4 e gjys ku 400 kg mësë pas për mi pas ka palu si fijet e qibritit 4,60 i kini që e lakum. Ta janë prej fshatit Samadraq, komuna Therant, shtallën që e ka sa pishet? Për në varë 4,60, 4,70. Se cili ma i mirë se tjetëri. Sa i ki kretë? 4 copë, 5 copë. Vetë që i kerit, Po. Lëmë. Apo ka blerë sot? Po. Jemi në prak vitit 3, inshallah mërgjimtar tash. Vina dhe ata dhe blenë. Për mirë ardhe prej Drenice, 3 euro e gjysë me qërpushore dhe qështore. Edhe reqenka. Që koshte sone për një 4 euro du i sonës. Kjo pjesa këndeje e deleve. Po dhe thonë këtu i gjeni shitën 10 copa dele dhe doshi tella pashtica me numër telefoni, sa kila pashtic? 045 045 tani? 569 569 057. 057. Dhe më thonë këtë numër telefonit, kontaktoni delet Llakumi Paskat. Poj e delve rast tjetër me 270 euro, që sa të dhaj edhe që ushqesin ma shumë. Këto e nërë prej PD-jeve me sa jep? 220, ha? 220. 5,5 me kilogram. Që dhi alpine me mjel, me sa për jep? A? Me sa e jep? 160. 160. Kjo loj tjetër e hosit, ha? Po, dhi e kuqe. 180 euro. Po, edhe të kilve. Veç kush do me majtë. Tarne prej Gollakut, më thënë të evalis me 5,5. Se po më presin në Krushe për kafe. Tranziti i vjetër që lidhesh me autostradë. Njerëzit nervoz morë më mëngjes,
Si po pinë kafe, po qëtësohen. Ani disa që e pinë cigaren. Si ta pinë kafe në cigaren, ndryshojnë fill. Opa. Të një mirë shru një muzikë. Me rapsot. Loj. Plot makina e ka marrë në qytetje, se cila shtëpi ka dy makina. Me pi kafe pasi e ka renovu lokalin. Këtu pijet kafe pa dhe ushqimi përgatitet mirë, lloj gjella. Gjitha firmet shakojnë kontor, Molera, Mikzi e tjerë. Drekën, një pjesë e hajnë edhe këtu.
pas renovimit me pamje 3. Shaib, mirë mëngjes. Urime lokalin, renovimin. Sa bukur që ka bo.